يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, ne jemi duke folur rreth një teme se si të mbrohemi nga zjarmi i xhehenamit. Si të mbrohemi nga zjarmi i xhehenamit. Prej një xhehenami për të cilin tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadithin që vjen në dy sahiha tha se dënimin më të lehtin në zjarmin e xhehenamit do ta ketë personi i cili do t'i mveshën dy nalle të zjarta dhe me rrypat e tyne të zjarta. Me rrypat e atyre nallëve janë të zjarta dhe prej temperaturës që i vjen prej atyre dy nallëve, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam thot i vëlan tyruri i tij, i vëlan koka e tij sikur një tenxhere të madhe që ka kapakun e saj, kur vlen uji shumë prej nxehtësisë së madhe truri i tij kështu i vlan këtij njeriu. A ky thot është ndënimin më të vogël në zjarmin e xhehenamit. Dhe çka thot ai? Tha pejgamberi ma yara an ahadan ashad minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Ai njeri mendon se është ndënimin më të madh në zjarmin e xhehenamit e ka ai njeri. A tha pejgamberi, nuk e din që ai e ka dënimin më të lehtin në zjarmin e xhehenamit. E si të mbrohemi, si të bëhemi prej atyre që mos na përrekë ky zjarm i xhehenamit. Këtë jemi duke e folur. Dhe kena përmend se më kryesorja dhe e para që neve na mbron prej zjarmit të xhehenamit është fjala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo është e para dhe kryesorja që neve na mbron. Dhe jemi duke folur për këtë fjalë se i ka do kushte që kjo kërkon ti plotësojmë ne për me të sjell dobi dhe me të mbrojt prej zjarmit të xhehenamit. Prej atyre kushteve tham se këtë fjalë mas pari duhesh me thonë, e nuk duhesh vetë ta dish se ekziston një fjalë, por duhesh me ta qit gjuha jote, duhesh me thonë këtë fjalë. Pastaj tham se duhesh me ditë se çka po thu, e pastaj me qenë i bindur në atë çka ti po e thu, me qenë i bindur se vërtet veç Zoti Allahu Azza wa Jall, veç ai është Zot që meriton më adhuru. Dhe zotna të tjerë që njerëzit i kanë shpikur, ato janë veç shpikje për njerëzve. Ata nuk janë zotna, por Allahu veç ai, me qenë i bindur në këtë dhe i bindur se Muhamedi alayhi salatu wassalam është pejgamber. Pastaj me pranu për kushteve tjera tham, me pranu që kërejt çka vjen që rrjedh për fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me pranu të gjithë çka vjen, si të saktohet, e vërtetohet që është në Kur'an apo në hadithet sakta të pejgamberit alayhi salam, pranohet dhe nuk diskutohet në këtë çështje. E nëse mirë dhe shikohet disa njerëz të cilët ata plotësene që janë në ardhur në Kur'an nuk i pranojnë, por nëse e këshyr jashna e pyet për shahadeten, ai thot po e di dhe po ne besoj, por në fakt shumë prej atyre që se qenë ka kusht kërejt çka vinë prej Allahut dhe pejgamberit me i pranu të gjitha. Këto ndërsa ka shumë prej njerëzve që plot çka janë në Kur'an ato si pranojnë dhe
kushti tjetër ke me ju dërzu Allahut Azza wa Jall. Pavarësisht atë përshtatet me mendjen tënde, me logjikën tënde, apo ta kop truriut, apo ju duhesh ti dërzohesh Allahut Azza wa Jall, apo ta kop truri ty, si pas ka mundësi, njeriu pasi që të vdes, e të hyn në varr, e ato t'i vinë melek, me një pamje trishtuese, për njerëzit ato i vjen dhe e pyet kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt, kush është dini yt, ka i ki argumentet për këto, e që të pyet, apo ta rrok truri ty, as po ta rrok këtu në këqyret, shikohet veç, a tha Allahu, a e tha pejgamberi, e ka thonë dini Islam, se na një ditë dalmi, i vjen fundi kësaj bote, edhe dalmi të gjithë i fryhet një buris, prej një meleku që Zoti prej kur e ka kriju, aja ka vën burin e ti, e ka vën pranë gojës e ti dhe shikon nga froni Allahut, apo i thët Allahu biri buris, apo jo. Ti, a moni kuptan ti këtu sena si kuptan, çështja nuk është me rëndësi, tek na për mu të pranu fjala la ilaha illallah, e me sjell dobi që atëherë me të shpëtu prej atij zjarmi të xhenemit, do të pranosh kerejt çka të vinë dhe ti dërzohesh. Dhe ato çka na ka mbet pa e përmend prej kushteve të fjalës la ilaha illallah është as-sidqu. Me qenë i sinqert, me qenë besnik me këtë fjalë. Me qenë i sinqert dhe besnik, don të thot mos me të ronë kundërshtim fjala jote me veprat e tua. Jo ti me thonë, unë du Allahun dhe pejgamberin, a në fakt as pak nuk shpreh dashuri për Allahun dhe pejgamberin. Jo me thonë se unë i nënshtruh në Allahut dhe pejgamberit, e as pak nuk i nënshtrim ndaj Allahut dhe pejgamberit, kështu jo. Nëse dush me të sjell dobi, fjala la ilaha illallah që e thu, mos mendoni se është e lehtë, se për fjalën la ilaha illallah e lehtë për ta thënë, por për këtë Allahu tokën edhe qiejt i ka kriju. Allahu Azza wa Jall për këtë fjalë, me këtë fjalë, me çdo pakushte që po i thena, shpëton prej atij zjarmit të xhenemit, që nuk ka fund ajo krijesë, ka fillim, por ajo krijesë nuk ka fund. Allahu Azza wa Jall flet për këta njerëz që gjuha e tyre bjen kundërshtim me veprat e tyre. Allahu thot: Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan, thot Allahu, alif lam mim. A menduan njerëzit, ata veç me thonë me gojat e tyre, se po kemi besuar, a veprimet e tyre, ata kur në jetën e tyre mos provu kur, a menduan kështu. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Por le ta dinë, tha Allahu, njerëzit, se edhe para tyre ne kemi sprovuar njerëz, thanë që besuam, po të besojmë, dhe çka të thëtë Allahu na po ju nënshtruhemi, e kur i sprovoj Allahu, me apo veprimet e tyre, a i kanë sikur ato që po ja thët gjuha e tyre, thëtë Allahu me këto i sprovoj dhe i vërejti dhe u vërejnë se kush janë ata të sinqertit dhe kush janë ata që veç po gënjejnë. Tha Allahu në vend tjetër në Kur'an, kur flet për munafikat, për ata dyftyshat, për ata të cilët thojnë kemi besuar, por në fakt ata nuk kanë besuar. Allahu tha: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Tha Allahu në këtë vend Kur'an, ka shumë prej njerëzve që ata thojnë ne kemi besuar Allahun dhe kemi besuar ditën e gjykimit, por Allahu tha ata në fakt nuk janë besimtar. Pse kështu? Tha Allahu: "Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Ata me këtë fjalë të tyre, kur po thonë se na e besojnë vërtet Allahun, ata po përpiqen me mashtru dhe me tradhtu dhe me mashtru Allahun dhe besimtarët e pejgamberin, por ata të shkretit, tha Allahu, nuk e mashtrojnë vetëm se vetvetat e tyre, por ata nuk janë ka ndin këtë, fi kulubihim marad, fezadahumullahu marada, por ata vetë se në zemrat e tyre kanë smundje. E me këtë që ata thojnë me gjuha, a heq me vepra zveprojnë, Allahu veç është ka jashtën smundjet e tyre. Tha Allahu: "Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun." Por ata ju veç kaq, po e mashtrojnë vetet e tyre, por edhe do ta kenë një dënim të dëmshëm për gënjeshtrën që ata bën. Apo e vrejni se si Allahu Azza wa Jall
I ja kushtëzoj se mos mendo që thonë kemi besu e asnjëherë mos mu sprovu. Kemi besu se është një Allah e ti asnjëherë mos me të ardhë një llaf i dikujt, hajt more leje këtë din, hajt leje këtë namaz se ka kush kiku apo e len apo jo, hajt more leje këtë agjerim se ka ku apo e len apo jo, sprovohesh. Allahu Azza wa Jall edhe këtë na bëni Allahu na bëri me shenjë. Tha pejgamberi në hadithin që vjen dy sahiha, tha ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allahu ala an-nar. Tha pejgamberi, nuk ka naj njeri, naj musliman që thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah me këtë besnikirin që po i përshtatët fjala e ti me veprën e ti, qysh po e thot edhe po e vepran, s'ka njeri tha që e thot këto me këtë sinqeritet besnikri, vetëm se Allahu atë njeri ka me shpëtu, ka mja bo haram zjarmit xhehenamit atë njeri. Zjarmit xhehenamit i thot, ti këtë njeri mos e prek, ti këti njeri ju mos ju afra. Pse? Sepse ky ka thënë sinqerisht me gjuhën e ti, edhe e ka shaka posë në zemër, por e ka qitë edhe në vepër. Jo veç me thonë unë jam musliman, jo veç me thonë unë e kam një zemër të pastër si loti, ndërsa në fakt ai e ka zemërën e mykur. Ndërsa kjo është një prej kushteve nëse dënë që ty me të ba dobi fjala la ilaha illallah në ditën e gjykimit, edhe nëse dënë që ty mu bo sebeb mos me hinë zjarmin e xhehenamit. Ky kushti tjetër është, i thojnë el-ikhlasu. El-ikhlasu nëse dënë që fjala la ilaha illallah me sjell dobi, është me qenë i sinqert, ajo e para që ka e përmena me konë besnik, që shethu me gjuhën tonë që është edhe me veprat e tua, por që kjo el-ikhlasu, sinceriteti, dënë të thëtë nëse dënë me të bo dobi fjala la ilaha illallah, e me të shpëtu për zjarmit e xhehenamit, po do ka veprat e tua krejt, çka ti i ban, mi bo veç për Zotin e madhëreshëm. Mos me këshyr me veprat e tua mi bo për një dikant tjetër. Mos me këshyr namazin tanë me bo hatri dikuj tjetër. Mos me këshyr agjerimin tanë me bo hatri dikuj tjetër. Luftën në rrugën e Zotit me bo hatri dikuj tjetër. Por mi bo gjërat veç për Allahun Azza wa Jall. Edhe jo me bo një diçka sa për sy e fasi, dhe ju me boni diçka veç hajt njerëzit let ma din, hajt njerëzit let ma ngritin namin. Ata të pare tun, kur i bajshin e veprat për Allah, kur ja kënë këshyr historinë, kur ja këshyr historinë e tyre, ata veprat e mira, atë shumë ishin sinqert në të, kur i bajshin për Allah, sa që njerëzit e mershin veç kur vditshin ata, e vërejshin që ky filani pas ka qenë aj që ka konë të bo këtë vepër të mirë. Ky ka konë aj që 100 familje në Medine, ka konë të ju ushqy natën, të javqy ushqimin të kdera e tyre. Pse e bajke ka shumë sheftas? Sepse doj kë puna e ti tjetë e përshtatshme me fjallën la ilaha illallah, tjetë sinqerisht veç për Allahun Azza wa Jall. Këtu s'ka rëndësi pastaj, ata din njerëzit, apo nuk ta din, a të ngritin njerëzit ty, apo nuk të ngritin, ndashme të bo dobi, fjalla la ilaha illallah, kerejt ibadetet e tua, ata din, as ta din. Për këtë arsye, jash në farzeve, namaz e farze, obligim, namazi ma i miri, cili është? Namazi ma i miri është aj kur natën qohësh falesh, e të tjerët nuk të shohin, por je veç ti dhe Allahu Azza wa Jall. Kini me vrejt nëse këshën një historitë të parve. A din çfarë bëjshin? Ata u qëshin natën, edhe rishin të fali, të bon ibadet në Allahu Azza wa Jall, deri pakës para mëngjesit. Deri pak para mëngjesit. E pak para mëngjesit, çka bëjshin? Flajshin, që kur u qëshin me shkun gjami, e me falë sabohin, mës të adin ata se kur njeri ju ka ne gjithë natën qutë, vrehet që ka konë qutë edhe thënë, kjo pas ka bojnë badet, por mës të vrejnë, let mendu njerës të kundërtën, let thu njerëzit që brej shkireti, që qitash ka qutë, pas ka folë natën njës, let thujnë qështu, se i ka bon veprat për Allahun Azza wa Jall. Kishte prej atyre të parve që i dëshin veprat mi bon veç për Allah, sa që agjerante me vitet e tëra, e nuk e dike as bashkëshortja e vetë. Ishte në treg, bashkëshortja e vetë, ja dhon ke ushimin mere, se në treg të ashti hangër
dreken, të vynë me veti adhonke, nuk i tregoj ke bashkëshortës e ti që është agjerueshëm, por çfarë bënte ai e merrte ushqimin, si tregante kur shkonte në treg, vike koha, shkonte dhe i jepte një të varfrit, pa e ditë familja heq. E kur vike mbrëmje, as nuk i tregoj ke që une kam qenë apo s'kam qenë agjerueshëm. Kështu pra ata i ruajshin veprat e tyre, por me i bon dobi, fjala la ilaha illallah, nesër ku do dalmi para Allahut azza wa jall. Prandaj ta Allah azza wa jall, ala lillahi dinul khalis, o ju njerëz sa Allahu, feja do t'jetë e kompletuar dhe e paqt dhe e sinqert veç për Allahun azza wa jall. Kështu ju drejtu Allahu pejgamberit, kulillaha a'bud mukhlisan lahu dini, thujo Muhammed, unë veç Zotin e adoroj dhe veprat e mia i baj sinqerisht veç për Allahun azza wa jall. Prandaj njëherë për herë në hadithin që sjellë Buhariu, e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i than, o i dërguar i Zotit, a na tregon diçka, thashka, cili prej njerëzve është më i kënaquri dhe më i gëzuar në ditën e gjykimit që do ta mrin shefati jët, ndërmjetësimi jët. A din cilin tha pejgamberi alayhi salatu wasallam? Pejgamberi më tha, men qala la ilaha illa Allah, tha pejgamberi, as'adu an-nasi bi shafaati yawm al-qiyamah. Njeriu më i gëzuari me shefatin tim që ka me arritin ditën e gjykimit, tha është ai që men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi, është ai që thot la ilaha illa Allah me sinqeritetin më të madhin. Është ai që thot la ilaha illallah me sinqeritetin më të madhin, ka me qenë më i gëzuar me shefatin tim që do t'ja baj në ditën e gjykimit. Pra ndesh me sjell dobi fjala la ilaha illallah, më të shpëtu për zjarmet e xhenemit, më bo shkak sebeb për shefatin e pejgamberit, më të çun xhenet atje, atëherë duhet jetë e sinqert. Kërejt veprimet e tua që ka bëhen të jenë të sinqerta vetëm për Allahun azza wa jall. Lusmi Allahun azza wa jall të na falë, të na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall për të sinqertëve në këtë fjalë të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall ummetit islam kudo që janë, Allahu të ndihmon. Dhe lusmi Allahun në madhreshëm me të sinqertit atje në xhenet të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.